Partia Socialiste ka vendosur të refuzojë kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut. Vendimi i maxhorancës u bë publik sot në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s, ku kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, argumentoi se pas largimit nga detyrat Ballukut, tashmë ka një realitet të ri dhe SPAK mund të vijojë hetimet edhe pa masën e arrestit. Në mbështetje të nenit 73 Kushtetutës të Republikës Shqipërisë, neneve 260, 288 dhe 289 Kodit Procedurës Penale, si dhe neni 118 Rregullores Kuvendit Shqipërisë, ne si antar të shumicës parlamentare në Këshillin për Rregulloren, mandatet, imunitetin, i rekomandojmë seancës plenare dhe ju të nderuar kolegit deputet, rrëzimin e kërkesës për urinë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë deputetes zonjës Belinda Balluku. Ndërsa e konfirmoi si drejtuese qarku për Fierin në zgjedhjet e ardhshme, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk do të shpall as fajtore dhe as të pafajshme Belinda Ballukun në lidhje me ato që SPAK po heton. Ai tha se vijën e kuqe që ka vendosur për të gjithë socialistët pas vënies në funksion të reformës në drejtësi nuk do ta shkel as në rastin e saj. E di që edhe këtu mes nesh ka disa që mendojnë se fitoret shëmbullore elektorale të Belindës dhe skuadrave të udhëhequra prej saj në territor burojnë nga fuqia e pushtetit që ajo kishte. Kjo mbetet për t'u parë në zgjedhjet e afërta vendore në qarkun e Fierit, ku ajo do të vazhdojë të drejtojë qarkun dhe nuk do të jetë më në asnjë pushtet ekzekutiv. Nuk kam ndërmend as t'ju them aq më tepër juve që i njihni më mirë se të tjerët që Belinda është një njerëz që durohet lehtë në punë. Pasi ca më shumë e ca më pak, e dim të gjithë se sa e lehtë është të merresh me të, sidomos kur i thot koka që ka të drejtë edhe do me çdo kusht që të dalë vetja. Nuk kam jo ndërmend ta shpall të pafajshme për çka akuzohet apo të shkel për të vijën e kuqe të cilën e kam vizatuar përpara deputetëve në këtë sallë të nesërmen e miratimit reformës në drejtësi dhe që vlen për të gjithë njësoj.